ngritur nga njëherë për namaz natë. Nuk ka dyshim se namazi i natës është shumë i rëndësishëm për jetën e besimtarit, dhe është një prej qelsave të suksesit, dhe është një prej sekreteve të suksesit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, qiyamul lejli sharaful mu'mini, namazi i natës është krenaria e besimtarit, është nderi i besimtarit. Besimtari i mirëfillt, i cili dëshiron ta ketë këtë epitet, të jetoj me krenari, me nder, me mburje, atëre pejgamberi a.s. orienton dhe udhëzon që pikrisht këtë krenari dhe këtë nder mund të gjejmë tek namazi natës. Ju të nderuar vëllezër dhe motra, e dini prej njohurive të përgjithshme të fesë son se Allahu i Madhreshëm ja pat obligu pejgamberit a.s. namazin e natës duke e obligu me obligim që çdo nat pejgamberi sa e ka pas mënyrë obligative faljen e namazit natës. Dietarët islam kur e kanë analizuar mshëftësin, a thua vallë pse Allahu i Madhreshëm ja ka bë obligim pejgamberit a.s. namazin e natës duke i patur parasysh obligimin e 5 namazeve ditore, duke i patur parasysh barën dhe përgjithësinë e rëndë që pejgamberi a.s. e ka pas në pranimin e shpalljes dhe ajeteve dhe ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, duke patur parasysh obligimet dhe detyrat e mëdha që i ka pas pejgamberi alayhis salam, nga se ka qenë i pari i shtetit, ka qenë prisi shpirtëror, ka qenë lidhja mes tokës dhe qiellit. Çdo gjë është kërkuar prej tina, duke i ditur edhe obligimet e tij familjare, duke ditur se ka pas shumë gra, duke ditur se çdo gjë është kërkuar prej tina. Allahu te baraka wa taala pas gjithë këtyre obligimeve, një mori e gjatë e detyrimeve, Allahu ka kërkuar dhe ka detyruar pejgamberin dhe ka obliguar dhe me namaz natës. A thua ku është mshëftësia? Ku është mshëftësia për kësaj? Thon ulemaja, namazi i natës ka qenë obligim për pejgamberin alayhis salam për arsye se pikërisht në namazin e natës pejgamberi alayhis salam ka absorbu energji, ka absorbu forcë. Pejgamberi alayhis salam forcën dhe energjinë e tij për me vazhdu ditën e nesërme, për me vazhdu rrugtimin e tij në përhapjen e Islamit, në përhapjen e fjalës la ilaha illallah, në luftimin e shirkut, në luftimin e kufrit, në ballafaqimin me të pathet, e ka pas pikërisht në namazin e natës. Në namazin e natës pejgamberi alayhis salam i ka mbush bateritë e tij, është mbush plot energji dhe forcë. Ka qenë ajo pasuria dhe fuqia e tij shpirtërore, që më pas pejgamberi alayhis salam i ka rezistuar dhe i ka bërë sfidë krejt problemeve që i ka ndodhur në ditën e nesërme. Aty pejgamberi alayhis salam e ka gjetë prehjen. Aty pejgamberi alayhis salam e ka gjetë qetësinë, kur është vetëm me Allahun te baraka wa taala, kur është vetëm me krijuesin e tokës dhe qiellit, kur është vetëm dhe ju ka përul dhe ju ka përkushtu dhe ju ka përgju Allahu te baraka wa taala, fuqi plotit Rabbul Alaminit, dhe aty ka qenë pikërisht suksesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, vëllezër dhe motra, paraprakisht e porositi veten dhe gjithë juve, le të provojmë ndonjëherë të quhemi dhe të falim namaz natë për Allahun dhul xhelal. Ndoshta edhe atëherë kur kemi probleme, ndoshta edhe kur gjendemi në momentet e krizës, wallahi billahi, ai i cili i përkushtohet dhe i përgjërohet Allahu te baraka wa taala, sinqerisht me bindje të plot, wallahi do ta gjejnë se namazi i natës do të jetë një burim energjie, do të jetë një moment i forcës dhe i fuqisë, i cili ja kthen jetën. Është një refresh shumë i rëndësishëm për ato musliman të mirë të hershëm, në përvojat dhe eksperiencat e tyre gjatë namazit natës me Allahun te baraka wa taala, kur i dëgjojmë përjetimet e tyre, ne mahnitemi. Çfarë përjetime? Thot njëri prej tyre, më shumë ti e kam urrejtur muezinin kur e ka thirr namazin, kur e ka thirr ezanin për namazin e sabahut. Mas shumë ti e kam urrejtur muezinin e lagjës kur e ka thirr ezanin për namazin e sabahut. Pse? Thot se atëherë mu bënte e ditur se ka përfundu koha e namazit natës. Demek me izini është bo shkak ato me ndalë dhe me e pengu prej knatësisë të cilën e përjetonte në vetmi me Allahun te baraka wa taala, duke ju përulur, duke ju përgjëruar, duke adhuruar Allahun xhalla wa ala. Për ato, këshilloj veten dhe juve, le ta bëjmë praktik tonën, spaku ndonjëherë natën, dhe vallahi nëse sinqerisht i drejtohemi Allahut dhe e përjetojmë dhe e ndijmë atë namaz në vetveten ton, vallahi do të na merr malli për këtë kënaqësi. Do të na merr malli për këtë kënaqësi. Do të kemi mall dhe mallëngjim, ko pas kohë
të ngritemi natën në vetëmi me Allahun te bareka ve taala, ti përulemi atina, ta thrasim atë, ta adhurojmë atë, ta lartësojmë atë, sigurisht se kjo do të na jap neve energji, do të na jap kurajo, do të na jap forcë, do të na jap fuqi që të vazhdojmë në rrugtimin ton drejt Allahut te bareka ve taala. O Zoti jon, bëj namazin e natës nder dhe krenari për ne. Bëj namazin të dashur në zemrat tona, për arsye se namazi është shpëtuesi jon inshallah taala në këtë botë dhe në botën tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.